Vjedhjet në argjentari, lokale dhe në shtëpi po bën gjithnjë e më të shpeshta, duke krijuar shqetësim te qytetarët dhe pronarët. Një rast i rënd grabitjeje ka tronditur Prishtinën në janar të këtij viti, kur persona të panjohur kanë depërtuar me forcë brenda lokalit të argjentarisë Oksagold në rrugën Agim Ramadani, të cilët kanë marrë para të gatshme dhe stoliari me vlerë rreth 650.000 euro. Seanca e parë për të dyshuarin kryesor i arrestuar pas një operacioni policor të koordinuar me prokurorinë është planifikuar për sot në ora 9:30, ku do shqyrtohet kërkesa për paraburgim. Hajna dyshohet të kenë hyrë nga pjesa e pasme e objektit, duke shpuar murin dhe hapur kasafortën. Të njëjtit kanë vjedhur ari në katin e parë, të dytin dhe në katin e tretë. Policia ka kryer 2 bastisje, njëra në Prishtinë dhe tjetra në një fshat të Podujevës, në të cilat janë sekuestruar një BMW X6 që dyshohet se është përfituar nga aktiviteti kriminal dhe një armë zjarri. Policia dhe hetuesia rajonale po punojnë intensivisht për zbardhjen e rastit dhe nuk përjashtohet mundësia e përfshirjes edhe të personave të tjerë.